Një aksident tragjik ka ndodhur në aksin rrugor Përrenjas Librazhd, njësia administrative hotolisht në bashkinë e Librazhdit, ku një 42 vjeçar ka humbur jetën pasi automjeti me të cilin udhëtonte u godit nga një gur i shkëputur nga shpati i Kodrës. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:30 dhe dyshohet se një gur i përmasave të mëdha është shkëputur nga shpati i Kodrës mbi rrugë dhe ka rënë mbi automjetin tip Benz që drejtoi nga shtetasi Erjan Hoxha, 42 vjeç, banues në fshatin Gjergjan të Elbasanit. Si pasojë e goditjes së fortë, 42 vjeçari ka humbur jetën në vendngjarje. Menjëherë pas ngjarjes në vend, kanë mbritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit. Shkaqet e sakta të shkëputjes së gurit mbeten ende nën hetim, ndërsa autoritetet pritet të japin detaje të tjera në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.